Në një atmosferë solemne dhe emocionale, sot në Gostivar u mbajt ceremonia përcjelljes së gjeneratës së 15 të maturantëve të medreses Isabeu, paralelja e vajzave në Gostivar. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të Bashkisë Fetare Islame, profesor, prindër dhe mysafirë të shumt, të cilët ndanë së bashku krenarinë për suksesin e maturantëve. Në fjalën e tij, koordinatori i paraleles së vajzave në Gostivar, profesor Afrim Alia, theksoi se kjo gjeneratë përfaqëson një rritje të rëndësishme jo vetëm për nxënësit dhe familjet e tyre, por edhe për vetë institucionin arsimor. Sipas tij, deri më tani nga kjo vatër arsimore kanë dalë mbi 370 nxënëse, të cilat sot janë të angazhuara në universitete dhe institucione të ndryshme, duke u bërë ambasadore të medreses në shumë fusha të jetës. Medreseja Isabeu shënon diku përafërsisht mbi 500 nxënëse të regjistruara, 370 nxënëse që kanë diplomuar. Të gjitha këta janë kuadër i kësaj vatre, i kësaj dije, falë këtyre profesorëve dhe profesoreshave të cilët japin kontributin jashtëzakonisht të madh. Unë shpresoj dhe uroj prinderit për maturantët e sodit të gjeneratës së 15 për këtë të arritur individuale nxënëseve, ndërsa familjare të prinderve, po gjithashtu edhe institucionale të shkollës tonë që sot përcjellin gjeneratë të 15. Prandaj, kjo gjeneratë në fillim këto nxënëse kur kanë ardhur krejtësisht ndryshe, tani kur kthehen familjet e tyre ngjdhen me personalitete të pavarura, të fuqishme, me dije, të armatosura, që të jenë të gatshme të sfidojnë, domethënë, jetën e përgjithësi. Prandaj, si staf, si medrese, ne përcjellim gjeneratën e 15 me një ndjenjë të dhimbshurisë, por nga ana tjetër edhe ndjenjë të gëzimit që do presin gjeneratën e 19. Do të thotë, krejt kjo është një proces i kësaj shkolle, i kësaj vatre, falë Reisul Emas, falë muftiut të Gostivarit, të cilët vazhdimisht po bëjnë përpjekje, falë përpjekjeve të tyre dhe drejtori general për akreditimin e shkollës, që është shkolla jonë krah për krah me të gjitha shkollat tjera, është në nivelin e shkollave të mesme, të cilët nuk do kenë çështje të cilët do i pengojnë në perspektivë. Drejtori general i medreses Isabeu, doktor Islam Islami, tha se ceremonia e maturës përfaqëson një moment emocionesh të përziera, por mbi të gjitha krenari për suksesin e nxënësve. Ai theksoi se gjatë 4 viteve maturantët kanë fituar përgatitje shpirtërore, intelektuale dhe bashkëkohore, duke shtuar se bankat e medreses mbeten baza kryesore e formimit të tyre. Të nderuara maturante, neve na bëni të gëzuar në këto çaste të veçanta, kur orzimi i suksesshëm i juaj, shoqërimi juaj, ajo dy krahshe, edhe ajo materiale, edhe ajo shpirtërore, edhe ajo intelektuale, edhe ajo përgatitja, na bën neve më të gëzueshëm sepse e juaja do të jetë pas medreses në fakultet, por bazë kryesore ta dini janë bankat e medreses. Andaj unë si drejtor general i medreses u a bëj për hajr këtë kurorzim të suksesshëm. Nuk jeni vetëm ju këtu, po ka edhe maturante tjera të cilët u bashkohen juve bashkarisht, dhe kjo krenaria e medreses është në këtë vit akademik me 70 maturant dhe maturante, që për neve është një fuqi e plot, një fuqi e veçantë. Andaj u auroj këtë sukses të vazhdueshëm, duke shpresuar që të vazhdoni në fakultetet të ndryshme, po edhe në Fakultetin e Shkencave Islame për të thelluar edhe më tepër njohuritë fetare islame. Ndërkaq muftiu i Gostivarit Sabaudin Zendeli cilësoi këtë ditë si moment krenarie për Gostivarin dhe për muftinin e Gostivarit. Ai rikujtoi se para viteve 2000 ishte vështirë të imagjinoj se në Gostivar do funksiononte një institucion i tillë arsimor fetar, ndërsa sot medreseja ka arritur të nxjerrë gjenerata të tëra kuadrosh të suksesshëm. Nëse si Gostivar nga viti më herët, para 2008-s, të ktheheshim dhe të mendojshim se do të arrijmë me gjenerata të dalim nga një shkollë e cila përveç se jep edukimin fetar, arsimor, ajo krijon personalitete të cilat do të dinë të jetojnë jetën e tyre në të ardhshme me një përgjegjësi të madhe, qoftë për veten, familjen dhe shoqërinë në përgjithësi. Dhe sot krenaria më e madhe si Gostivar dhe si territori i muftinisë së Gostivarit, kur arrijmë numrin 15. Vërtet, nga ajo që tha koordinatori, mbi 370. Sot i kemi në familje, sot i kemi në institucionet të ndryshme, sot i kemi kuadro shumë të vijshme në gjitha sferat e jetës që shtrinë në jetën tonë shoqërore në përgjithësi.
Kjo vatër arsimore që nga themelimi e kishë këtë vizion dhe këtë synim, si të krijen këto personalitete. Dhe sot, gjenerata e 15 do të jetë përsëri ajo gjenerat e cila do të kontriboj maksimalisht. Nëse muftinia e Gostivarit ka rezultatet e saj, kështu ta themi, unë lirisht mund të them se rezultatet vinë nga teologët tanë, kuptohet. Por sidomos, kur edhe gjinia femërore, vitet e fundit, është e kiqur drejt për zrejti në kultivimin dhe zhvillimin e jetës fetare, sukseset e miftinisë si territor, por kuptohet se këtu një rol të rëndësishëm luan medreseja me profesorët, profesoreshat, por nxënësit të cilat gjithkund i kemi. Pra të shkënaqësi dhe vetëm se ti falenderojmë i Allahut fuqiplot, por këtu dua të shpreh një mirënjohje të veçantë për Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, që nga vizioni i tij, nga qëllimi i tij, që nga fillimi kur edhe bisedoheshit që të hapet një shkollë, një fole edukative arsimore me karakter fetar, sidomos të kemi edhe në qytetin e Gostivarit, Reisul Ulemaja si një intelektual i kohës moderne, kështu të themi, e kishte këtë vizion që kështu një shkollë ta kemi. Në ceremoni foli edhe Reisul Ulema i Bashkisë Fetare Islame, Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, i cili theksoi rëndësinë historike dhe edukative të kësaj shkolle për Gostivarin dhe vendin. Ai u shpreh se diploma është vetëm një dëshmi në letër, ndërsa vlera e vërtetë mbetet dia, edukata dhe morali i fituar gjatë viteve të shkollimit. Bashkia Fetare Islame edhe më tutje do të interesohet për nxënësit në momentet kur ato do të kenë nevojë. Unë falenderoj drejtorin general të medresesë Isabeu për punën e madhe që bën në menaxhimin e 5 medreseve, bashkë me këshillat edukative arsimore, me koordinatorët dhe koordinatorët, me punë drejtuesin dhe kolegët që i ka. Dhe ja sot medreseja e akredituar bashkë me Fakultetin të Shkencave Islame në Shkup, hecin përpara fuqishëm me të gjitha vlerat. Andaj një duartrokitje për drejtorin. Ne bisedojmë me drejtorin shpesh. Besoni se muftinia e Gostivarit në krye me Sabaudin Efendi Zendelin, si dhe me koordinatorin profesor Afrim Efendi Aliun, po bëjnë ndryshime, po bëjnë rregullime, po bëjnë avancime të kushteve të medresesë. Dhe kontributi i muftinisë vërtet në ndihmë medresesë qendrore dhe Bashkisë Fetare Islame janë në nivelin më të lartë në tërë territorin e Bashkisë Fetare Islame. Andaj falenderoj muftiun për kontributin që jep. Në medrese kuptohet në menaxhim me drejtorin dhe koordinatorin, si dhe me referentët, i falenderoj shumë dhe Zoti e shpërbleft. Edhe një duart. Ne kemi pas gjithmonë profesoresha nivelit lartë. Në veçanti kemi pasur kujdestare, me plot kuptimin e fjalës. Unë i kam vrejt, nuk i shoh si kujdestare, por shpesh herë shoh te kujdestaret. Kujdesin që e kanë, kujtoj se sikur janë vajzat e tyre. Kjo është vlera më e madhe e një mësimdhënësi dhe një kujdestar. Ku nxënësin dhe nxënësen e vet e sheh me përgjegjësi të madhe si fëmijën e vet. Kjo do të thotë para nxënësve thjesht e tillë dhe i tillë, duke kujtuar se kjo mund të jetë vajza jote. Sikur vajzën tënde, sepse dikush ta ka dhënë emanet, kjo është edhe më e madhe. Sepse dikush ta ka dhënë emanet plot 4 vite ta kesh në kujdesin tënd. Dhe unë falenderoj tash, është e vërtet se vajza ime, po këtu nuk është këtu, është kujdestare e klasës, kësaj gjenerate për kontributin e dhënë, për angazhimin
mënyrën pedagogjike dhe psikologjike të saj për të nxjerrë një gjenerat kuptohet në përkraje të gjitha profesoreshave dhe profesorëve në këtë shkollë medreseja. Pra, Semire Fetaj Halimi, i falenderojmë shumë për punën e madhe që bën. Ceremonia u përmbyll me shpalljen e nxënëses së gjeneratës që ishte Zulejha Miftari, me urime për maturantët dhe mesazhe motivuese për vazhdimin e rrugtimit të tyre akademik dhe jetësor.